Në perëndim të Ferizajt, pranë bifurkacionit të lumit në Redime, ndodhet mulliri i Nikës, një nga dëshmit më të vjetra të trashëgimisë sonë. Ky mulli uji përdorej për bluarjen e misrit, duke qenë pjesë e rëndësishme e jetës ekonomike në atë zonë. E sot, Tahir Kashtanjeva kujdeset që të hap derën e mullirit çdo ditë, ashtu si dikur veproi gjyshi i tij. Ai thot se ky objekt është ndërtuar në shekullin 17 dhe vazhdon të jetë funksional. Ky mulli i Nikës o ndërtuar që shlitet para 500 vite, është i vjetër. Këtu më ka punu babgjyshi jem 70 vjetë, këtë mulli. Dhe ky mulli ka funksionu për qytetarët, fshatarët e këtij vendi, kanë orë kanë blu misër, se përpara konë varfrije molle, kanë pritur ka 2 orë për me blu misër. Po ky mulli ka meti vetëm këtu, se përpara kanë qenë mbi 55 mulli deri në fshatin 20 nalt. Tash vetëm kjo është i mbijetuar. Ky funksionon me fuqi të ujit, po verës nuk ka ujë, vetëm pe vjeshtës këton mund me blu ky mulli. Edhe pse është mulli i vjetur me shekuj, sot përkujdesen pasardhësit, duke ruajtur funksionin dhe vlerat e tij ndër breza. Po o kujdes babgjyshi jonë, o kujdes për mulli, në atë kohë edhe ka mojt, që tash e trashëgojmë na, edhe kështu amanetin e tij e çojmë deri në vend për ruajtjen e këtij mulliri. Apet ka interesim, vinë vizitojmë pek gjithë vendeve këtë mulli. Unë kisha dashur që mos me u vlerën kulturore që edhe trashëgimtarët tonë që vinë ta mbrojnë këtë kulturë. Karrige, sofra e magje janë ruajtur prej kohës së kaluar në këtë mulli. Kashtanjeva tregon dhe se si zhvillohet procesi i bluarjes së misrit sot. Këtu e kemë magjen që kam përdorur përpara, është bukur e moqme. Ato janë puna që kanë përdorur për me shtri pëdo brumet. Këtu i kish kamet që janë përdorur për më ullë, kur janë orë ta për me blur misrin. Soj të në qakolla mullinit, kur sillet guri, mbos sillet rrotullimet gurit e qëtë misrin këtu. Këtë ti thënë kosh, që e qes me dritë në aty. Kjo funksionon për ma e matrash me bo millin, për mu bo millin ma e matrash. Aty është hamor që kam pas mledh dritë me qitë, po kjo profesionale punon. E veçanta e mullirit është afërsia bifurkacionit të Nerodimës. Përveç mullirit të vjetër që kemë këto, kemë afër edhe bifurkacionin, i cili është rasti dytë, një është në Amerikën në Orinoco dhe këtu në Ferizaj dyti, cili dohet në 2 degë, njëra shkon në detin e Gjej, njëra në detin e Zi. Sot në këtë mulli bluhet kryesisht misri, ku nga çdo 100 kg të sjella, 10 kg mbeten si pagesë për shërbimin e bluarjes.